Mirë se vini në episodin e 20 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi mbi politikat publike dhe mbi gjitha mbi politikat publike të Majta. Sot kam nderin kem të ftuar zotin Igli Hasani, ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Mirë se erdhët, zoti Hasani. Mirë se ju gjeta edhe kënaqësia e gjitha ime. Shumë faleminderit që e pranuat ftesën dhe jeni në Majtas. Do doja të nisja pak me rrugtimin tuaj nga diplomacia, le themi nga pjesa profesionale në anën e qeverisjes dhe politike. Ju tashmë vini nga karrierë gjatë diplomacie, keni mbajtur një nga postet më të larta, le të themi shqiptarëve jashtë vendit në SBE në Vjenë, diplomuar në King's College, po bëj atë hyrjen intron për ju dhe tashmë ministër dhe më përpara ambasador. Çfarë ju shtyu të kaloni nga diplomacia, le të themi që është neutrale në vetvete, do thoja, megjithëse është dhe politike, në politikën aktive tashmë. Si ministër, por dhe si kandidat për qarkun Tiranë me Partinë Socialiste. Përgjigjen e kam të shkurtër edhe shumë thjesht. Edi Rama. Edhe fakti që do punoja me një personazh si kryeministri, me një angazhim qytetar politik shumë të madh, që për veten time më ka ndjekur që nga fillimi i karrierës time modeste në administratën shtetërore, unë kam filluar punë 2001. Para se të filloja punë në administrat, kam qenë gazetar, edhe janë gjithë këto vitet nga 97 në vazhdim që kam parë se si një qytet ka ndryshuar, se si një shoqëri ka ndryshuar, se si edhe një administrat ka ndryshuar. Dhe kjo ka qenë bindja ime plot momentin që kryeministri vendosi të mftonte të mos hezitoja për asnjë moment i përgjigjesha ftesës vet. Kuptohet që në pozicionet që unë kam pasur, unë e kam vështirë të ndaj aspektin politik nga aspekti partijak. Pasi edhe në vitet e punës që unë kam pas Ministrinë e Mbrojtjes nga 2001 deri në 2017, unë kam qenë i angazhuar në pjesën e politikave të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër përfshinin gjithë rrugtimin e vendit për të bërë vend antar i një organizate tek e cila nuk ka asnjë dyshim dhe ka konsensus plot nga gjitha aspektet partijake të vendit tonë. Politika më të vogël, politikat publike, pastaj kalim politikën më të madhe dhe prandaj duhet të pyes pak të për këtë kalimin në politikë më të madhe. Rrugtimi juaj profesional nga, le të themi, korridoret e diplomacisë, fjala është gjithçka. Ne tashmë keni dhe rolin drejtuesit politik në sistem, një njësi që është tradicionalisht ose ka qenë tradicionalisht e djathtë. Pyetja ime është sa e vështirë është kaloni nga ky profesioni i diplomacisë, që është një gjuhë diplomatike e matur në një skemë politike që shpesh më duhet ta pranoj është një retorikë e ashpër. Një politikë ballkanike, le të themi. A e ndjeni njëherë që është e vështirë të bësh politikë në Shqipëri, duke ardhur nga ky background? Kam disa muaj që jam angazhuar një sintet. Më vjen mirë që ka disa banorë një sistet që mbajnë mend që dhe unë kam qenë dikur banor një sisteti, jam larguar para gati 20 vjetësh. Më vjen mirë që njerëzit kanë dëshirë që të shohin, të flasin, të komunikojnë dhe kjo është një gjë që ma ka lehtësuar shumë gjithë angazhimin që kam to pak muaj aty. Jam gjithmonë i bindur që nuk duhet ta shohim veten vetëm nga pozicione, duhet ta shohim veten si qytetar në raport me qytetarët e tjerë. Edhe kjo është mënyra se si jam angazhuar një sintet për të krijuar një marrëdhënie me qytetarët që është pas 11 majit dhe jo deri 11 maj. Nuk dua që atyre njerëzve t'u them, t'u premtoj, t'u bëj batuta dhe pastaj në 11 maj të harrohen dhe të zhduken, por po përpiqem që në këtë periudhë, në 2 muaj që kanë kaluar dhe në këto muaj që na kanë ngelur, të krijoj një raport fort besimi që jo vetëm do përkthehet me votën e tyre për Partinë Socialiste, por është dhe angazhim mbas datës 10 dhe mbas datës fitores. Doja të kaloj pak tashmë në rolin tuaj si ministër për Evropën dhe punët e jashtme, një person i rikthyer tashmë në Shqipëri, e keni provuar veten dhe ndërkombëtarisht, kështu që bëhet personalisht qefi që kemi figura të tilla që futen në politikën aktive, qoftë për deputet, qoftë dhe në role të rëndësishme të kabinetit. Shqipëria ka hyrë në një fazë tretë negocimit me BE-n dhe le të themi slogani i fushatës është dhe pasaportë europiane. Sa realiste është 2027? Vetë komisionerja Kos e ka shprehur, por dua të di sfidat ose pengesat që të realizohet ky objektiv i 2027 dhe ndoshta pak më vonë do na duhet një konsensus politik i 27 vendeve anëtare. Për te pjesës teknike flas.
jemi para faktit që ai plani i detajuar i rënd dakord midis Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë po realizohet. Janë 3 grup kapituj të hapur, 1, 2 dhe 6 apo në rend kronologjik 1, 6 dhe 2. Okay. Me të cilët ne po vazhdojmë të pedalojmë fort për të përmbushur të gjitha detyrimet që kemi ndaj Komisionit Evropian, ndaj vendeve anëtare, por dhe ndaj qytetarëve të Republikës së Shqipërisë për të qenë brenda këtij 10 vjeçari, dhe kur them 10 vjeçari them 2030. Okay. Antar të Bashkimit Evropian. Plani është ambicioz, por është i detajuar, është i qartë, jo vetëm në hapje, se nuk është suksesi vetëm në hapjen e por edhe në mbyllje. Dhe ne do të fillojmë të mbyllim kapituj që nga fundi i vitit 2025. Okay. Që kanë bënë me politikën e jashtme, ku ne jemi plotësisht linjëzuar, kemi një rekord madje më të mirë se edhe disa vende anëtarë të Bashkimit Evropian për ato që ne kemi marrë përsipër dhe angazhohemi. Dhe gjërat janë konkrete, të prekshme dhe ne duhet të përfitojmë në maksimum në kuptimin e mirë të fjalës, të përfitojmë në maksimum nga ky moment pozitiv për ta çuar Shqipërinë në fundin e 27-s në mbylljen e negociatave teknike. Dhe aty do fillojmë pastaj, siç e thatë, pjesën e dytë që është negociata politike, në mënyrën që ne do shkojmë gjithë vendeve anëtare, parlamenteve, mekanizmave që disa kanë referendum, disa me parlament, disa kanë parlament, për të bindur që qytetarët e Republikës së Shqipërisë, Shqipëria duhet të jetë pjesë e familjes madhe europiane, pjesë e asaj familje që i kemi munguar për 555 vjet. 500 vjet. Kemi parë lindjen 550 vjet. Sundimi otoman, 50 vjet komunizëm dhe 5 vjet të një tranzicioni të dhimbshëm të ka qenë terapia shokut që ngeli vetëm shok. Të 5 vjet të dhimbshëm të atyre që pretendojnë ta rimarrin drogën të fundit. Jo, e vërtetë është, dhe në fakt në vimësinë, le të themi, nga pas viteve 90 ka pasur disa dritarë të cilët u mbyllën për shkak këtyre problematikave që Shqipëria ka pasur me BE-n dhe një ndër to është dhe kriza e 97-s. Por do doja ndalesha pak tashmë tek pjesa e situatës së Shqipërisë në rajon dhe Ballkanit Perëndimor. Pasi kemi një botë, Mojzes Naimi thotë tani nuk kemi në multilateralizëm, jemi në minilateralizëm, pra kemi disa grupime vendesh dhe ndarja lindje perëndim tashmë po theksohet ndoshta nga SBA-ja, por dhe pjesa e, le të themi, vendeve të tjera të cilat po luftojnë për influencë rajon, siç është Kina, Rusia ose Turqia. Si e balancon Shqipëria tashmë, le të themi, politikën e saj të jashtme duke pasur këto forca në rajon, duke ruajtur marrëdhëniet euroatlantike, por ndoshta edhe duke ruajtur disa marrëdhënie tregtare me vendet e lindjes. Por ne është shumë e rëndësishme që vlerat për të cilat aspirojmë që të bëhemi shumë shpejt antar, ne këto vlera ti shpallit, ti progresojmë sa më shumë që të mundur. Ne duam që të krijojmë dhe të konsolidojmë dhe të forcojmë atë demokraci që e kemi prej 34 vjetësh, bazuar dhe shumë e rëndësishme në sundimin e ligjit dhe në ekonominë e lirë të tregut. Dhe ky kompozim trekëndor është pika e nisjes, por dhe e realizimit të gjitha atyre projekteve që ne kemi marrë përsipër. Ne jemi një vend dinjitoz, antari NATO-s dhe jemi një nga kandidatët më pranë Bashkimit Evropian në krahasim me gjithë të tjerët. Dhe kjo është forca jonë më e madhe, është forca e një përpjekje që ne kemi pasur pa kushte. Ne nuk kemi vënë asnjëherë kushteve që ne janë vënë. Nuk kemi përgjigjur kushteve me kundërkushte, por kemi synuar që të afrojmë shoqërinë shqiptare sa më shpejt të mundur tek ajo familje që ne themi gjithmonë që duhet i përkasim, duhet i takojmë. Shqiptarët janë ndjerë, vazhdojnë ndjen europian vërtet në të gjitha vlerat, në të gjitha dimensionet, dhe ai kontribut i burrave dhe grave të Shqipërisë në përballë është pikërisht fakt i këtij mentaliteti. Ruajmë fort marrëdhëniet e mira që kemi krijuar me miqtë e partnerë që janë në dimensione të tjera, por jemi të qartë se ku duam të shkojmë, jemi të qartë në kompasin që kemi ndërmarrë dhe jemi të qartë që ato që kemi marrë përsipër t'i bëjmë për realizojmë. Përsa i përket, le themi, dhe
Kosovës është përmendur disa herë vite më përpara dhe kjo koncepti i ambasadave të përbashkëta është diçka që mund të realizohet, është në nivel thjesht ide apo thjesht mund të ketë dhe një realizim, le të themi një në vende si Zvicra ose SBA kur shqiptarët le të themi kanë përfaqësi nga të dyja shtetet. Ka një e para ekziston dhe një marrëveshje në mos gabohem e vitit 2018 midis dy ministrive të jashtme. Ka një mekanizëm që ka bërë të mundur që shumë nga konsulatat të jenë përbashkëta, të kenë të kryejnë funksionet përbashkëta. Kam shumë pozitiv për Milanon dhe për Minihun, ku ne ndajmë ambientet përbashkëta dhe ofrojmë qytetarëve të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës shërbime në kohë reale me stafe digitalizuar disa prej tyre. Shumë për shërbime digitalizuara, por ajo që ne synojmë është që të bëjmë një përpjekje më të madhe edhe bëjmë një përpjekje maksimale në mënyrë që ne jo vetëm ta përfaqësojmë drejtësisht Republikën e Kosovës aty ku ajo nuk është e përfaqësuar dhe nuk njihet, por të forcojmë dhe numrin e njohjeve, sepse ky është dhe qëllimi i gjithë ushtrimit që ka të bëjë me atë që bën Prishtina sot. Me padyshim edhe me normalizimin e marrëdhënieve Prishtinës me Beogradin që do arrijnë në njohjen reciproke midis të dyve. Por në gjithë diskutimet që kemi bërë, që tashmë një pjesë e tyre janë publike, flas për pjesën e hapjes ambasadave të reja, ne kemi marrë gjithmonë një opinion shumë detajuar dhe shumë saktë dhe kemi bërë planet koordinuara me Prishtinën në mënyrë që ato ambasadat të reja që do hapim ne ti shërbejnë dhe atyre. Ne po hapim Indonezinë, është vendi më i madh musliman në botë, që nuk e njeh Republikën e Kosovës, ndërkohë që Republika e Kosovës do hapi një ambasadë në Malezi. Dhe ne do të vazhdojmë në sinergji me njëra tjetrën. Ne do të vazhdojmë të thellojmë këtë mirëkuptimin edhe përcjelljen e mesazheve të mira. Kemi hapur ambasadë në Kenya dhe mua më vjen shumë mirë që projekti që nisëm me kryeministrin në tetor të vitit 2023 për hapjen e këtyre ambasadave korrespondoi edhe me angazhimin e presidentit Pacolli për të lobuar tek autoritetet e Kenias, dhe fakti që hapja e ambasadës tonë korrespondoi në të njëjtat ditë me njohjen që i bëri Kenia Kosovës, na bën të gjithëve të vazhdojmë që të shtym përpara, sepse janë simbolikat nganjëherë që ndihmojnë pafund proceset, dhe padyshim që dhe rihapja e ambasadës në Indi, ne kemi hapur dhe mbyllur ambasadën her pas here. Bëhet fjalë për fuqinë e 5 ekonomike në botë, me projektim 2030 që të jetë fuqia e 3 ekonomike në botë. Volumi tregtar dhe potenciali është shumë i madh. Ka kaluar Mbretërinë e Bashkuar. GDP. Ish kolonit tashmë i tejkalojnë ish vendet kolonizuese, bëjnë të mundur që të krijohet një dinamikë e re, e cila ne do të vazhdojmë ta kemi si prioritet. Do vazhdojmë që të shikojmë hartën ku kemi nevojë të shtrojmë më shumë mundësi ofrimi shërbimesh konsullore në dy kontinentet amerikane, pasi numri shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara është shumë i madh. Ne kemi një përfaqësi diplomatike, kemi një ambasadë në Ottawa, por Toronto është qendra e madhe e shqiptarëve, dhe kemi një përfaqësim të fragmentuar, të vogël në Amerikën Jugore. Jemi vetëm në Brazil, është mbyllur një ambasadë historike në Argjentinë që duam ta rihapim, duam të kemi më shumë prezencë në Afrikë. Duhet të jemi të pranishëm në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, mungon Portugalia që është mbyllur vitën parë për arsye të kohës, duhet të jemi në Irlandë, duhet të jemi në Finland, duhet të jemi në mënyrë ose në një tjetër në Maltë, në Kipro, në mënyrë që kur i kthehemi prapë bisedës për të ndërtuar në Bashkimin Evropian, ne duhet të kemi jo vetëm praninë diplomatike, flamurin prezent dhe dialogun politik me qeveritë e vendeve anëtare të BE-s, por të shikohen gjitha dimensionet, sepse është shumë e rëndësishme, dhe këtu nuk dua të ta bëj përgjigje shumë gjatë. Është shumë e rëndësishme që aspekti i marrëdhënieve qeveri me qeveri është shumë i rëndësishëm, por ajo që është më e rëndësishme është raporti i njerëzve, edhe kontaktet më të mëdha
midis njerëzve, midis bizneseve, midis rinisë, midis botës akademike që janë thelbi i progresit një shoqërie. Në fakt në akademi kemi pasur te Papandreou, ish kryeministrin grek dhe ka qenë pikërisht kjo people to people, tha që është shumë e rëndësishme se qeveri me qeveri. Kështu që jam shumë optimist që qeveria shqiptare po ndjek politikën e jashtme në mënyrë aktive dhe në këto zonat e Azisë Juglindore, Amerikën Latine, të cilat kanë përfaqësi, por dhe duhen për çështje diplomatike, si është në rastin e Kosovës dhe në Afrikë me Kenjan. Unë do kaloj pak në një rubrikë që janë pyetje pak më të shpejta, po mund të merrni kohën tuaj gjithashtu. Momenti më i vështirë diplomatik që keni përjetuar ose politik, nuk e di. Janë shumë po nga ana tjetër nuk mund të identifikoj një sepse ne kemi pasur fatin që të kemi pasur një diplomaci pro-perëndimore, pro-atlantike, edhe shumë të qartë në drejtimin e marrë dhe nga ana tjetër ne punojmë administratës demokracisë. Po. Nuk kemi pasur ato kufizimet që ndoshta diplomatët e para vitit 91 kanë pasur që duhet rinin gjithmonë dy veta bashkë të ruanin tjetrin se mos fliste me agjendë huaj edhe të denonconin gjithë armiqtë imagjinar të popullit shqiptar. Momente të vështira kam të ndryshme, mbaj mend për shembull tani që po mendoj me zë të lartë, mbaj mend një negociat duhet këtë qenë 11 marsi i vitit 2020, isha në Strasburg 11 ose 12 marsi i vitit 2020. Isha në Strasburg, ka qenë një ditë e mërkurë, këtë mbaj mend. Prisja kryeministrin Rama që të vinte, ne drejtonim OSBE-n, por duhet që të adresonim Këshillin e Evropës dhe kryeministri duhet të adresonte Këshillin e Evropës organizatën tjetër si motor në kontinent për çështjet mënyrën se si e mendonte Shqipëria edhe parashikonte Shqipëria vitin e drejtimit të OSBE-s. Ka qenë dita që u vendos bllokimi, mbyllja e kufive në Republikën e Shqipërisë për shkak Covidit, kryeministri nuk erdhi dot. Dhe edhe Këshilli i Evropës anulloi mbledhjen sepse ata u futën në regjim karantinimit në maksimal. Unë duhet filloja të kthehesha për në Vjenë që të vazhdoja pjesën e punës përditshme të OSBE-s. Dhe në një grup WhatsApp-i kisha gjysmën e ambasadorëve të vendeve anëtare të OSBE-s që donin që të vazhdojë me mbledhje. Gjysmën e vendeve anëtare të tjera që nuk donin të vazhdojnë me mbledhje, thoshin që duhet karantinohemi, duhet mbyllim. Kjo korespondonte me qëndrimet e vendeve të tyre apo thjesht? Sepse kishin instruksione të qarta nga vendet e tyre që nuk duhet tulnin në maksimum angazhimin fizik me njerëzit. Dhe ishte një vend që ndryshonte qëndrim çdo gjysmore në raport me gjendjen me përparimin e pandemisë në vendin e vet. Dhe unë insistoja që të vazhdonim me mbledhjet sepse na duhej që të miratonim buxhetin e organizatës dhe buxhetin e misionit special që OSBE-ja kishte në Ukrainë, që ishte shumë vital për të ruajtur paqen e asaj kohe dhe biseda bëj absurde, pra nuk kishim përshtatur me mënyrën absurde të bisedës që nuk pranoj të flas sepse kam frikë se do smuren edhe hajde flasim nga kompjuteri, po nuk pranoj të flas me këtë aplikim sepse këtë aplikim nuk ma njeh qeveria ime. Ka qenë periudha kur komplekse. Webex-i apo Zoom-i sapo u paraqitën, po kishte shumë qeveri që nuk i pranonin ende si software. Vështirësitë mendoj që ne na bëjnë më të mirë më të sot, na përshtasin më shumë në ato gjëra që na krijojnë dinamikat e punës edhe prap të kthehem ke përgjigje fillestare që unë kam vështirë që të gjej momente realisht vështira kur ka ngecur gjëja, sepse jetojmë në momente të tilla kur puna e diplomacisë është pikërisht është negociata, është biseda, është mënyra e joshjes politike të atij që ke përballë, asaj që ke përballë për të pranuar edhe njëkohësisht për të pranuar dhe prej tyre atë që ta mendoj. Win-win situation fund ditës. 3 fjalë që do të përshkruani politikën e jashtme të Shqipërisë sot. Ose të brendshme, po. Sinqeritet, pragmatizëm edhe dëshirë për të shtyrë përpara. Janë sinqeritet në sensin ne jemi një trup diplomatike modeste në numër. Nuk kemi një shërbim të madh
të jashtëm, nuk jemi shumë të shtrirë, siç po bisedonin pak përpara, që kemi plane për të vazhduar avancimin e asaj që duam të bëjmë. Dhe prandaj them sinqeritet, se është shumë e rëndësishme ajo që themi dhe ajo që ne të vërtet bëjmë, duhet të jenë gjëra që përputhen. Dhe në këtë mënyrë ne arrim të krijojmë një hartë mirë përpara, një hartë që është gjithmonë pozitive, një hartë që ka objektiva të qartë, një hartë që i përdor gjitha elementet që kanë të bëjnë me drejtimin e organizatave ndryshme për mënda OSBE-n, kemi qenë antar të Këshillit të Sigurimit, kemi drejtuar shumë nga këto nisma internacionale, ne duam që vendin ton ta identifikojmë si një faktor stabiliteti dhe shpresë jo vetëm në rajonin ton të menjëhershëm, por edhe ta identifikojmë si një partner të besueshëm në mënyrë që ja si po vinë gjërat që Bashkimi Evropian na i ka hapur dyert masivisht, dhe ja ku jemi që ne në NATO tashmë jemi një vend që në mënyrën më organike të mundshme operojmë edhe angazhohemi aty ku jemi prezent. Në fakt edhe bashkëpunimi rajonal ose bashkëpunimi internacional siç shprehni ju është komponent i rëndësishëm i të majtës, pra në një botë të fragmentarizuar, në një botë ku e majta dhe djatha janë të polarizuar, pra jetojmë në një ambient polarizuar politik sa vjen, mendoj që është një hap i mirë. Keni ndonjë figurë politike ose një figurë diplomatike që ju frymëzon ose të paktën keni pasur si, nuk e di. Nuk di, jam rritur edhe përshtatur në një mënyrë të tillë që modelet kanë qenë gjithmonë progresive, asnjëherë nuk kam menduar që duke imituar diçka mund të bëhet mirë, gjithmonë kam menduar që kopja është gjithmonë më e shëmtuar se origjinali. Edhe duke u përpjekur për të marrë sa më shumë nga të tjerët, ne fillojmë dhe formësohemi. Ajo që më kujtove me këtë pjesën e të majtës ka të bëjë me multilateralizmin. Ne partitë progresiste demokratike të majta ne besojmë shumë tek multilateralizmi. Për fat keq multilateralizmi po vuan shumë, sidomos në dekadën e fundit. Ne tashmë nuk i shohim çështjet, situatat edhe momentet nga kënde të ndryshme, paksa apo shumë të ndryshme, tani më i shohim në mënyra të kundërta. Ka një përplasje midis demokracive dhe atyre demokraturave. Sepse janë shumë nga këto autokracitë që pretendojnë se janë demokraci, prandaj quhej demokratura. Dhe është e rëndësishme që ne vende me kontribute, me të kaluara, të vështira, vende të vogla, të vazhdojmë të angazhohemi në sistemin aktual të lerave, të respektojmë ligjin ndërkombëtar, të respektojmë institucionet të cilat kemi ngritur gjithë bashku. Patjetër. Libri që do ka ndikuar ose nuk e di, një libër që do e sugjeronit për sa i përket kësaj fushë ose nuk e di në përgjithësi, ndoshta mos jetë libër Ecce Homo, Friedrich Nietzsche. Them se është një libër i mirë për gjithë ata që kanë dëshirën që ta përmirësojnë veten në vazhdim. Ne jemi qenie në progres, në evoluim, në përmirësim dhe se i kthehemi një libri të shkruar 150 vjet përpara, nuk i bëjmë keq sepse mendimi vazhdon të jetë po aq i freskët sa të gjitha këto sfidat që ne kemi, sfidat personale që ne kemi, po prap shihet janë shumë personale dhe është mirë që të lexojmë shumë më shumë se sa një titull vetëm. Ja, e vërtetë është. Për ta përmbyllur, arritja më e madhe e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sipas jush? Ardha e demokracisë. Kthimi i Shqipërisë në familjen e madhe të vendeve demokratike. Një ëndër që shqiptarët e patën dhe vazhdojnë ta kenë, edhe duhet vazhdojnë që të kontribuojnë masivisht me votë në 11 maj, që ky projekt i bërjes Shqipërisë së gjithë Evropës bëhet realitet. Të bëhet realitet konkret, edhe është një projekt i nisur nga Edi Rama dhe do përfundojë me Edi Ramën në zyrë. Zoti ministër, shumë faleminderit që ishit pjesë e majtas. Kënaqësi.